Afrim Doda, pronari një kafeneje në rrugën Dardania në Fushkosov, ankohet se tash e 3 javë të hyrat nga biznesi i tij janë ulur dukshëm. Shkak për këtë, thot se janë bërë punimet për rregullimin e trotuarit në këtë rrugë, të cilat sipas tij po shkojnë shumë ngadalë. Puna ka rënë dukshëm, është normale ja. Njerëzit i pritojnë me këtu pari. Ky terren është armi, është livruar, është bërë katastrofë, edhe është i pakalueshëm. Ka plon, këmësor së mund me hec, asë nuk mund me ardhë të në biznes, asë kur gjotë. Këtë dëmëton biznesin shumë, për qatë arsye është, po thëmën me një avaz më të shpejtum, për me rregullu këtë trotuar, është shumë mirë. Edhe pronar të tjerë të dyqaneve në këtë rrugë ankohen se qarkullimi ditor u ka rënë ndjeshëm, ndërsa disa pa dashur të deklarohen para kamerës, theksuan se nëse kjo gjendje zgjat më shumë, rrezikojnë të mbyllin veprimtaritë përkohshëm ose përgjithmonë. Ekonomisti Safet Gërgjaliu e cilëson këtë situatë si pasojë të mungesës së menaxhimit të projekteve publike. Duhet të trajtohet nga institucionet dukuri të tilla të evitar, përmes një dialogut mirëfillt, përmes një paralajmërimi, është një dukuri që vërtet po i dëmton bizneset dhe e tëra kjo e ka edhe një dukuri që përhumbjet e bëra biznesin nuk kompenzohen. Deri në momentin e transmetimit të këtij materiali, nga komuna e Fushkosovës nuk kanë treguar se kur pritet të përfundojnë punimet në këtë rrugë të frekuentuar të qytetit.